Për të transferuar ambalazh tek përdoruesit tuaj, mjafton të shkoni tek çdo transakcion dhe të zgjidhni përdorrues. Rasti i parë i transferimit është midis personit që ka shtuar faturën e blerjes dhe shitësit. Pra, magazinieri i transferon shitësit një sasi të caktuar ambalazhesh. Më pas, zgjidhni ambalazhin dhe gjendjen që dëshironi të transferoni. Kujdes! Në rast se produkti juaj ka ambalazh dhe nuk i keni transferuar përdoruesve të tjerë, ata nuk do të kenë mundësi të kryejnë shitje të këtij produkti. Në faturat e shitjeve që do të kryejnë përdoruesit tuaj, mund të shfaqet borxhi dhe gjendja e ambalazheve në për klient. Sipas shitjeve që do të kryhen, klienti i detyrohet kompanisë atë sasi ambalazhesh. Në momentin që shitësi mbledh një sasi të caktuar, duhet të kryejë transaksionin mes klientit dhe vetes. Më pas, sasia e grumbulluar gjatë ditës do të dorëzohet në magazin duke u shtuar si transakcion dhe në sistem. Hapi i fundit është transferimi nga magazina qendrore tek furnitori. Në momentin që do të kryen rakordimet me furnitorin, duhet ta shtoni si transakcion dhe në sistem tek shtop transakcion dhe zgjidhni përdoruesin dorëzues dhe furnitorin.